Një nga emrat e çmuar të shkencës së historisë është padyshim profesori Besim Qeriqi, i cili në një intervistë të këndshme për TVN e i rrethuar si zakonisht mes librave, si asnjëherë më parë, rrëfeu për studimet, punën si profesor, doktoratura dhe tema që ka përzgjedhur duke ngjallur shumë interes e çfarë tjetër. Unë kam një farë, si më thoni, profesion pak mix të baza, kom fillu me histori, të njëjtën kohë paralelisht e kom fillu edhe pjesën e ekonomisë, e kom kry fakultetin ekonomik, mandej ju kom përkushtu kështu me plot qenjen teme fakultetit të historisë. Kom vazhdu me master edhe krejt fund e kom përfundu tash fundi e studimet të doktoraturës. Me thonë drejtën përcaktimi për histori është gati pej 99-ës. Qysh i vogël kur jam kanë, e kom ditë që duhet me bë diçka për luftën. Edhe ndonë se rregullat në historien, si me thonë qarta, nuk lejohet bash me njëherë mu trajtu në shkencarisht, po të paktën 15 vitët e fundit unë në mënyrë të vazhdueshme kom ledh material se qysh me vërtetu luftën tonë drejt edhe kauzën tonë shekullore në kuptimin shkencor. Edhe këtë mundësi ma ka afru njëni për universitetet më të mira, që është i rangun jashtëzakonisht lartë, është top 400, kështu që kjo ka qenë pak a shumë pikë nisja. Profesori Besim me kualifikimin e tij akademik në 2 nivele bachelor dhe master në histori, diplomimin në Fakultetin e Ekonomisë, Menaxhment dhe Informatik, si dhe doktoraturën në fushën e historisë, ndër të parat në Universitetin e Zagrebit, me fokus luftën në Kosovë dhe intervenimin e NATO-s. Pa lënë anash edhe publikimet e tij shkencore, nga fusha e historisë si dhe përvojën e kontributin në sektorin privat në kompani të ndryshme. Pra ky është një personalitet të i veçantë. E ndër të gjitha këto kualifikime dhe punë që profesor Besimi vazhdon t'i bëj, mund të themi lirisht që është një nga personalitetet më kontribut plot për shkencën dhe shoqërinë e një krenari për Ferizajnë. Duhet me thonë që punime shkurta ka pas për luftën me qindra. Po të paktën për asoj, për informacionet që ka mund të paktën deri kur e kom dorëzu temën, më është thonë që është punimi parë i bon për luftën. Tema që kom boni prek, si me thonë, një 3 dimenzione. E prek faktorin pse shqiptarët zgjedhin luftën, që në kuptohet edhe që është krijimi i ushtrisë ligjore të Kosovës. Mandej pjesa e dytë është më së madhe narrativ, dokumentim i përpjekjeve diplomatike të bashkisë ndërkombëtare, e të njëjtën kohë i krijimeve të vazhdueshme që kanë rezultuar me pastrim etnik e gjenocid nga ana e regjimit serb. Do të thonë, krejt narrativi është se qysh me argumentu shkencëtarisht me burime e dokumente krejtësisht ndërkombëtare arsyetimin e NATO-s. Pse NATO është dashur me ardhmë me intervenu me një vend të vogël qysh është Kosova, dhe kjo ka qenë pak a shumë çështja kryesore që unë veç jam marrë. Unë jam qenë relativisht i ri gjatë kohës luftës dhe nëse veç duhet me thonë më ka ra me përjetu luftën 3 herë. Fillimisht si fëmijë, mandej si pjesë e ulumtimit edhe krejt fund si pjesë e shkrimit. Me thonë ka qenë një sfidë jashtëzakonisht e madhe, fatkeqësisht kam bindjen që nuk është se jem vetëdijshëm në çfarë situate kemi kalu me luftën. Edhe kjo në është ka njëni për qëllime kryesore që duhet me lanë dokumentim një libër, një punim serioz i cili kushdo që ka interesim, të paktën me marrë një perspektivë mbi luftën. Mbi luftën e drejtë, punimi është komplet objektiv edhe për faktin që edhe po të kisha dasht me bë pak mas objektiv edhe si tush me i dhanë anë çështjes tonë, rregullat e Universitetit Zagrebit kanë qenë aq strikte sa që përdorimi qoftë edhe një emocioni më të vogël ka qenë i refuzuar. Profesori ndër tjera shpërmendi edhe pjesën e historisë e padyshim edhe sfidën e të qenurit pedagog. Mendoj që dëshira për histori nuk është se ekziston. Ekziston dëshirë e madhe e njerëzve, madje
nëse dikush sfidohet si profesion është historia, pikërisht për shkak se njerëzit të paktën këtë thonë që di për histori. Bile ka njëherë ekziston një lloj frike që me thonë si jam historian për shkak edhe diskursi që ndërtohet. Kuptimin e nxënësve, po aty ekziston dëshira, por çush me thonë, pak plan programi që zhvillohet në arsim është hendek. Për shkak se zakonisht periudha e fundit trajtohet në 2 javë ose muajin e fundit të përfundimit vitit akademik shkollor. Kështu që në çet pjesë është edhe probleme, se kur s'un trajtohet mirëfill tazi çështja tazo me luftës, që është një rikujtim edhe një kthim i nxënësve të paktën qëllimi jam që të ras është mundësisht me i kthy në kohë, se kur ka ndodhur lufta, çfarë konteksti kanë jetu mas madhe prindërit tyne, gjyshrit, edhe me çfarë janë ballafaqu, edhe sa është e rëndësishme që sakrifica aty në brezave tash na jetojmë që të liri qysh dhe gëzojmë këto të mira, madje edhe kritiken edhe gjitha pjesë tjera. Në karrierën tem kam punu punë të ndryshme. Kam udhëheq disa kompani në fushën e menaxhmentit, financave, po satisfaksioni që e përjetoj si mësimdhënës është i pakrahasueshëm me çfarë do pune tjetër. Edhe njëjtën kohë unë i sugjeroj trive me luftu për dije, edhe me shku pafundësisht për dije, për shkak se dija është finalja gjithë shkafit. Unë veç po e tham, do me thonë pelikthej një moment fundit, ditën e kur unë veç e kom marrë titullin për kum diplomu, ka njëna pej ditëve ma emocionale dhe ma të gëzueshme tjetës. Do me thonë që s'muj me krahasu me asnjë ditë tjetër.